Kum wa rahmetullahi wa barakatuhu dhe shikues të nderuar, mirë se vini në emisionin ton të sonshëm ku sonte si çdo do të funjavë kemi provoqën nderuar Bashkim Maliun. Sonte do të diskutojmë çështjen e hijretit, pra siç po shihni në ekranet tuaja, si ta kuptojmë vitin e ri të hijretit. Hoxha Vendi, selamu alaikum dhe mirë se erdhe. Wa alaikum selam, mirë se ju gjeta dhe inshallah keni pasur do të thot një javë të mbarë. Ju përshëndes juve dhe gjithë ndjekësit tanë në këto momente. Ju faleminderit, po elhamdulillah mirë, ka qenë një javë me aktivitete do të ndryshme. Për mua është pothuajse një javë e përhershme, ashtu dhe punët i kam të njëjta me mësime, me këtu edhe puna, por gjithsesi tash bëmi gati për fillimin e javës tjetër. Po alhamdulillah mirë ka qenë, shpresoj që ka qenë mirë edhe tek ju atje, dhe me aktivitetet e juaja shpresoj që kanë qenë frutdonëse. Po alhamdulillah në rregull ka qenë pra. Ke zgjedhur temën sonte, pra si të kuptojmë vitin e ri të hijretit. Atëherë pa humbur kohë, pra mund t'ja fillosh, pra edhe ju informoj juve dhe dëgjues të shikues të nderuar që nëse doni të inkuadroni me za apo edhe me shkrime, mund t'i dërgoni pyetjet e juaja në WhatsAppin tim personal, pra +44 7533 87876, ashtu siç i keni edhe në ekranet tuaja, por gjithashtu mund na shkruani edhe nëpërmjet Facebookit tim Shpëtim Sjarina. Gjithashtu jemi edhe në panelin tim të TikTokut Shpëtim Sjarina, dhe aty mund të kyçni edhe t'i shkruani pyetjet e juaja, por mund të shkruani edhe pyetjet e juaja edhe nëpërmjet YouTube-s të kanali jonë Shpëtim Sjarina, dhe gjithashtu dhe të kanali i emisionit siç është pra Kandili i Diturisë, kanali i YouTube-s në pra Kandili i Diturisë. Mund të ndiqni edhe nëpërmjet këtyre dy kanaleve. Atëherë hoqë mos tumbim shumë kohë dhe mund t'ja fillosh, pra Allahu ju shpërblet. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Falëndërimet dhe lavdërimet e sinqerta i takojnë të madhit Allah xhallashanu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Edhe një herë pra selamu aleikum, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju dhe mbi gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur në këto momente. Normalisht pasi jemi në fund të këtij viti të hijretit dhe në vigjil të fillimit të vitit të ri të hijretit 1448, pra që inshallah ditën e martë është dita e parë e muajit Muharrem dhe fillon edhe viti i ri i hijretit, pra ishte rëndësishme që këtë emision t'ja kushtojmë realisht çështjes së vitit të ri të hijretit dhe ndodhisë së hijretit, në bazë të cilës ndodhi edhe është quajtur viti i ri i hijretit, gjithsesi e ka marrur edhe emrin. Normalisht çdo popull apo pjesa më e madhe e popujve në botë i kanë kalendarët e vet. Ne njohim disa lloje të kalendarëve, për shembull atë të hebrejve, atë të kinezëve, po edhe të hinduzëve, edhe të popujve tjerë, kështu që e kemi edhe kalendarin e hijretit, pra kalendarin e muslimanëve. Dhe kur themi se e kemi kalendarin e hijretit, normalisht sipas kalendarit të hijretit do të him në vitin 1448, dhe këtu lind pyetja, pra si lindi kalendari, në fakt, si erdhi deri te ky kalendar. Normalisht në kohën e të dërguarit të Allahut nuk ka qenë kalendari i hijretit në këtë formë ashtu siç është edhe sot, por kjo ka ndodhur në kohën e kalifit të dytë të muslimanëve, Hazreti Omeri. Hazreti Omeri në kohën e vet, pra, i mlodhi sahabët, shokët e të dërguarit të Allahut, dhe u konsultua me ata për çështjen e kalendarit. Pra edhe muslimanët të kenë një kalendar dhe edhe ata pra të
ti numrojnë vitet në bazë të kalendarit të tyre. Kështu që ideja e tij u pranua, mbase nuk shë qenë prezente kjo në kohën e të dërguarit të Allahut në këtë formë, por marr parasysh nevojën e muslimanëve, si dhe nevojën e shtetit realisht dhe bashkësisë. Kjo ide në fakt pra u mirëprit dhe u pranua nga shokët e të dërguarit të Allahut. Më pas filluan edhe diskutimet se çka të merret për bazë, do me thonë prej ku të fillohet numrimi i viteve. Dhe aty pati pra mendime të ndryshme. Disa thonin që të merret ditëlindja e pejgamberit alayhis salam. Disa tjerë thonin dita e vdekjes së pejgamberit alayhis salam. Disa thonin të merret lufta e Bedrit, disa thonin shpallja e Kur'anit e kështu me radhë. Pra pati mendime nga më të ndryshmet. Por në fund u pajtuan që të merret hijreti. Pse shpërngulja? Sepse hijreti shënon ndarjen e historisë islame pra në dy faza, atë para hijretit dhe pas hijretit. Dhe me hijretin filloi një fazë e re e zhvillimit të komunitetit musliman. Do të thotë, kemi të bëjmë pra me një ndodhi e cila nuk lidhet me person, por lidhet me bashkësinë në përgjithësi dhe me historinë islame. Pra nuk kemi të bëjmë me ditëlindjen e pejgamberit apo me datën e vdekjes, por kemi të bëjmë me një ndodhi që i ka përfshirë të gjithë, pra gjithë bashkësinë, sepse hijret nuk bëri vetëm pejgamberi alayhis salam. Hijret bën edhe muslimanët dhe me këtë pra me hijretin historia në fakt u nda në dy pjesë, para hijretit dhe pas hijretit. Për këtë shkak edhe e morën ndodhin e hijretit si piknisje për numrimin e viteve sipas kalendarit islam. Kjo është urtësia, këtu qëndron një urtësi e madhe, do thotë se që atëherë, pra, shokët e të dërguarit të Allahut kanë shikuar dhe i kanë marrë parasysh ngjarjet të cilat kanë pasur impakt në histori dhe të cilat e kanë përfshi gjithë bashkësinë, jo vetëm një person, por atë edhe e kanë marrë, do të thotë, hijretin, se me të vërtet do të thotë me hijretin kemi periudhën para hijretit kur muslimanët ishin një grup në Mekë dhe periudhën pas hijretit kur muslimanët u transferuan në Medinë dhe aty në fakt e bën qytet shtetin e parë të tyre e ndërtuan, aty u bë ushtria, aty u themeluan edhe institucionet, aty gjikonte i dërguari Allahut pra problemet e njerëz apo njerëzit në bazë të asaj që shpallja Allahu xhallashanuhu, çdo gjë zhvilloi pra e udhëhequr nga i dërguari i Allahut. Por atë edhe me të vërtet hijreti meritonte të jetë piknisje prej ku do të filloj numrimi i viteve të kalendarit islam. Pra kjo shkurtimisht ishte ajo që mund të thuhet se si erdhi deri te formimi i kalendarit. Nëse futemi tash në atë se si duhet ta kuptojmë në hijretin dhe cilat janë disa mesazhe që i nxjerrim nga hijreti, do të fillojmë edhe do të themi se e para e punës është momenti i konsultimit të Hazreti Omerit si kalif me muslimanët, pra me shokët e të dërguarit të Allahut, me shoqërinë në përgjithësi aty me bashkësinë muslimane, flet se që në ditët e para ummeti islam, bashkësia islame e bashkësia muslimane ka qenë e ndërtuar mbi konsultim dhe sukseset të cilat i kanë arritur janë rezultat edhe i konsultimit që ata e kanë bërë me njëri tjetrin. Nuk kemi pas pushtet autoritar, apo siç don dikush ta thot teokratik. Pra nuk kemi të bëjmë me shtet teokratik, sipas konceptit evropian tash të teokracisë, ashtu siç kuptohet sot teokracia. Nuk kemi të bëjmë me shtet teokratik. Kemi të bëjmë me një shoqëri dhe me një udhëheqësi qeveri e cila nuk ka qenë autoritare. Kemi të bëjmë me kalif
i cili nuk ka qenë autoritar, por ka qenë bashkëpunues dhe është konsultuar me njerëzit e duhur në shoqëri. Pikërisht, kjo që Hazreti Omeri i mblodh shokët e të dërguarit të Allahut dhe përgjithësi subjekte tjera që ishin në shoqëri dhe u konsultua me ata për këtë çështje, flet se konsultimi ka qenë gur themel i shoqërisë muslimane. Dhe sukseset të cilat i kanë arritur realisht pra duhet të shihen edhe në këtë dimenzion, në dimenzionin e konsultimit, sepse janë trajtuar problemet, janë marrë mendime dhe në fund është arritur konsenzus, shu themi, ose pëlqim, dakordim për atë që është parë si më e përshtatshme. Pra konsultimi, bashkëpunimi, ndrimi i mendimeve dhe mos marginalizimi i askujt, mos përjashtimi i askujt nga dhënia e mendimit ka qenë pikë kryesore në strategjinë qeverisëse të kalifit Omer radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, po edhe të politikës së formimit apo të udhëheqjes së bashkësisë muslimane. Ky është një mesazh shumë i qartë pra nga ky moment që kuptohet e që ka të bëjë me miratimin e kalendarit për komunitetin musliman. Pika e dytë, kemi të bëjmë me kuptimin e drejtë të inovacionit nga njëra anë dhe të asaj që quhet bidat, risi në fe nga ana tjetër. Përzierja këtyre dy nocioneve ka sjellë shumë kokçarje për komunitetin musliman, për ummetin në përgjithësi, për bashkësinë muslimane, sepse në emër të bidatit në fakt janë mbyllur rrugët për inovacion, për mendime, për ide të reja. Dhe bile është çështja e bidatit është marrë si alibi edhe për të friksuar njerëzit se do të digjen në xhehenem dhe se bëjnë gabim në fe. Por në fakt bidati dhe inovacioni janë krejtësisht dy gjëra të ndryshme. Mendime të reja, ide të reja dhe bidati që është i urrejtur në islam janë dy gjëra të reja dhe këtu duhet të kemi kujdes. Nëse kthehemi në shoqërinë muslimane në kohën e Hazreti Omerit, ku ka qenë dominant shokët e të dërguarit të Allahut, sepse ende ka qenë shumë herët, pra flitet pas vdekjes së të dërguarit të Allahut diku, pra sa ka qenë atëherë mund thuhet viti 17 vite apo diçka të tillë, pra nuk ka qenë shumë vonë, por ka qenë herët ende, sepse Abu Bekri radiallahu anhu ndeti vetëm 2 vite në kalifat, pastaj erdhi Omeri dhe aty dikun pra është kalifati i tij, kështu që bisedohet pra për një periudhë jo shumë të gjatë pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash kemi të bëjmë me një periudhë ku ende shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin prezent, edhe atë me të madhe edhe në Medine, sepse pas një kohë do të shohim se ata edhe janë larguar, kanë shkuar në përvise të ndryshme për ta çuar në vend misionin islam. Në këtë kohë, do të thotë, shokët e të dërguarit të Allahut nuk kanë pasur një pikpamje të ngushtë për inovacionin. Dhe nuk e kanë konsideruar çdo gjë të re bidat siç pretendojnë sot disa realisht. Por diçka, edhe nëse nuk ka qenë në kohën e të dërguarit të Allahut, nuk do të thotë se ajo është bidat nëse bëhet pas tij, nëse nuk
ka të bëjë me kategorinë e dispozitave të sheriatit. Idetë e reja, mendimet e reja, inovacionet janë të pranuara në islam derisa nuk ndeshen dhe nuk kundërshtojnë ndonjë parim fetar. Atëherë pra, shokët e të dërguarit të Allahut e kuptuan këtë hap që donte ta ndërmerr Omeri radiallahu anhu dhe e mbështetën. Nuk e gjykuan ata, nuk e dënuan Omerin si bidatçi, se ti po nxjerr, po shpik diçka në fe që nuk e ka bërë i dërguari i Allahut. Nuk i than atij se i dërguarit kishte qenë kjo në rregull, do ta bënte i dërguari i Allahut. Ai ka qenë më i ditur, po ai nuk e ka bërë, pse e bën ti? Nuk ja kanë thënë këtë gjë Omerit radiallahu anhu. Por e kuptuan se kjo nuk ka të bëje me çështjet e fesë në kuptim të dispozitave pra. Nuk nxjerr Omeri një fe të re, nuk nxjerr Omeri një dispozit fetare, por Omeri radiallahu anhu pra bën diçka që është e dobishme për bashkësinë, diçka inovative për bashkësinë, diçka që do ta shfrytëzojnë muslimanët dhe është realisht e nevojshme për ata. Për atë edhe e mbështetën dhe filluan të japin mendime se çka do të merret përbas, çka do të prej ku do të fillojë numrimi i viteve. Pra, ky moment na tregon qartë se çdo gjë e re që bëhet, në të kuptim një iniciativë e re, nuk do të thotë se është bidat, dhe bidati është krejt kategori tjetër. Dhe shumë gjëra të reja që bëhen, shumë hapa të ri që merren, shumë iniciativa të reja që ndërmerren. Fatkeqësisht pra, sot ne kemi në këtë shekull kemi të atill që i cilësojnë si bidate, ndërkaq shikoni kjo që nuk ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por që e bëri Omeri nuk u cilësua e tillë. Për çdo gjë nuk mund thuhet se sikur sheqen e mirë do ta bënte pejgamberi alayhis salam, sepse çdo gjë që nuk e ka bërë pejgamberi alayhis salam nuk do të thotë se është bidat dhe se është e keqe. Por atë pra ky moment e bën atë vijën ndarëse apo atë dallimin në mes të asaj që është inovacion dhe asaj që është bidat. Pra bidati është krejt një kategori tjetër që e ka gjykuar edhe i dërguari i Allahut, edhe muslimani duhet të largohet prej bidatit, dhe kjo ka të bëje me fen, me parimet fetare, shpikjen e adhurimeve të reja kështu me radhë, ndërkaq inovacionet në jetën e përditshme që kanë të bëjnë me jetën e komunitetit në përgjithësi dhe që i duan për jetën e përditshme, kjo pra nuk quhet bidat, por inovacionet apo gjërat e reja në këtë drejtim janë të mirëse ardhura dhe muslimanët duhet të punojnë çdo herë që të jenë inovativ për çështjet e tyre jetësore. Çështja e tretë që duhet të ndalemi te kjo çështje është se pasi tham se është marrë përpas hijreti. Tash lind pyetja çka është hijreti? Hijreti është shpërngulja që kanë bërë muslimanët prej Mekë në Medinë. Dhe kjo shpërngulje pra nuk është thjesht ndrim vendi. Kjo shpërngulje është sinonim i gatishmërisë për të sakrifikuar, për të kontribuar dhe për të dhënë çka ke çdo gjë për të arritur idealet apo në rrugën e realizimit të idealeve dhe kauzës. Do të thotë, me ndrimin e vendit apo me shpërnguljen, nuk është se muslimanët thjesht vetëm ndruan vend, por u krijua një realitet i ri, u krijuan rrethana të reja, mori pamjen shoqëria islame, një pamje të re, filloi të frymoj ndryshe bashkësia, u bën hapa të ri, u ndërmorën hapa të ri, u bën përpjekje në drejtime të reja. Do të thotë, kemi një pamje tjetër krejt nga ajo që ka qenë në Mekë. Bile, dietarët shpeshherë kur flasin për këtë thonë edhe shpallja e Kur'anit vet, pra, në periudhën në Mekë dhe në Medinë, pra para hijretit dhe pas hijretit, derisa në periudhën në Mekë
ishin ajetet edhe më të shkurtra, kanë pas kryesisht të bëjnë me besimin, me moralin e kështu me radhë. Në periudhën e Medinës kemi ajete më të gjata. Kemi ajete që kanë bënë me dispozitat tashmë, veç fillon një fushë tjetër të elaborohet realisht në shpalljen e Kur'anit. Pse? Sepse krijohet një realitet i ri. Më muslimanët nuk janë një bashkësi ku dominonin idhujtarët, por tash ata janë ata të zotët e vendit, edhe ata janë udhëhecit e asaj bashkësie apo edhe atij shteti. Por atë pra hijreti, shpërngulja e muslimanëve dhe të dërguarit të Allahu xhaleshanu nuk është thjesht ndrim vendi, por realisht është pra një formë e re e të vepruarit. Është një vizion i ri, është një horizont i ri për të vepruar, hap rrugë të reja të veprimit dhe veç fillohet një koncept i ri për organizimin e bashkësisë. Për më tepër, në fakt, hijreti vërtet, pra shpërngulja që nënkupton largimin nga një vend dhe shkuarin në një vend tjetër, është i lidhur drejt për drejt me personalitetin e besimtarit, me jetën e tij. Hijret të vërtet bën ai, veçanërisht në kohën tonë tash, i cili pra bën hijret nga e keqja në të mirën, nga negativja në pozitive, nga e shëmtuara në atë që është e bukur, nga ajo që nuk e don Allahu në atë që e don Allahu, nga ajo me çka Allahu nuk është i kënaqur me atë që Allahu është i kënaqur, nga marginalizimi i adhurimeve në zbatimin e tyre e kështu me radhë. Pra, ky është koncepti apo kuptimi i vërtet i hijretit sot. Dhe këtë realisht e ka përmendur edhe vet i dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, i cili ka thënë se muslimani vërtet është ai nga dora dhe gjuha të cilit janë të qetë të tjerët, pra janë të sigurt të tjerët, të qetë, nuk i dëmton, dhe muhaxhir apo emigranti vërtet është ai i cili emigron në atë kuptim, shpërngulet, largohet nga ajo që ka ndaluar Allahu xhaleshanu. Pra shikoni si thot, muhaxhir i vërtet apo emigrant i vërtet është ai i cili largohet nga ajo që e ka larguar, nga ajo që e ka ndaluar Allahu xhaleshanu. Por atë pra, hijreti me largimin, me nocionin largim, që nënkupton atë largim nga një vend, në fakt vazhdon të jetë prezent edhe sot e kësaj dite tek ne. Dhe kur vjen viti i ri i hijretit dhe e kujtojmë ne, pra ngjarjen e hijretit, në fakt ne e kujtojmë apo e rikujtojmë nevojën e largimit nga e ndaluara dhe kryerjen e asaj që është e urdhëruar, largimin nga e keqja në të mirën, largimin nga e shëmtuara në të bukurën, largimin nga harami në halal. Pra, ky është koncepti dhe çdo herë kur flitet për hijret, në fakt duhet të na cingërojnë në kokën tonë ajo se kemi nevojë ne çdo herë për hijret. Nëse shokët e të dërguarit të Allahut e kanë bërë hijretin atëherë në këtë formë, pra ne sot kemi nevojë për hijret të kësaj natyre dhe këtë pra vetë edhe i dërguari i Allahut qartë e ka potencuar se muhaxhir i vërtet është ai pra i cili bën hijret apo shpërngulet nga e ndaluara, harami në atë që Allahu xhaleshanu e ka lejuar apo e ka urdhëruar. Ky është një moment shumë i rëndësishëm çdo herë pra kur flitet për hijretin dhe për kuptimin e hijretit. Dhe në këtë dioptri apo në këtë kënd, ne si besimtar duhet ta shikojmë hijretin në kohën tonë. Dhe kur vjen pra viti i ri i hijretit, kështu ne duhet ta kuptojmë. Ta kuptojmë si nevojë për të rishikuar veprimtarinë tonë, për të
për t'u larguar nga ajo që ne nuk është dashur ta bëjmë. Dhe shkuarje ka ajo që kërkohet prej nesh ta bëjmë. Do të thotë, hijreti me këtë kuptim çdo herë na del neve si faktor i rëndësishëm i udhëzimit ton, i udhërëfimit ton dhe i orientimit ton në shtigjet e duhura të besimit të pastër. Për atë pra nuk duhet të kuptohet hijreti thjesht si një ndodhi e kaluar që e kemi lënë, do të thotë transferim nga një vend në vend tjetër, por duhet të kuptohet në kuadër të kuptimit më të gjerë dhe domethënies më të gjerë të transferimit, e që nuk kupton transferim edhe në kuptim të mëkateve dhe kalim në taborin e urdhrave të Allahu xhelleshanuhu. Por atë pra, kjo nuk duhet të hiqet asnjëherë nga mendja dhe pikrisht këtë i dërguari i Allahut e ka thënë, për duke thënë se muhaxhir është ai i cili largohet nga ajo që e ka ndaluar Allahu xhelleshanuhu. Një moment tjetër po ashtu kur vjen viti i ri i hijretit që duhet të kyhet parasysh është edhe ajo se kalimi i një viti dhe ardhja e një viti tjetër neve na tregon se jeta po kalon, se ne këtu jemi në një jetë të përkohshme, në një botë të përkohshme dhe jeta e vërtet është ajo që vjen pas realisht, pas vdekjes, bota tjetër. Që do të thotë se kur vjen viti i ri i hijretit, është një rikujtim për ne që të ndalemi dhe ta llogarisim veten dhe ta kuptojmë se ja pra na shkoi një vit, na kaloi një vit, u largua një vit. Dhe kjo çka është? Kjo është vërrejtje për ne që të ndalemi dhe ta llogarisim veten tonë. Ta llogarisim çka kam bërë unë në këtë vit. Sa gjëra të mira dhe sa gjëra të këqija. Sa kam bërë atë që më është kërkuar dhe sa nuk e kam zbatuar atë që më është kërkuar. Sa kam qenë unë në atë kuptim i përpik në atë që është kërkuar prej meje dhe sa nuk kam qenë i përpik. Sa i kam zbatuar gjërat e duhura dhe sa nuk i kam zbatuar. Krejt këto pra duhet t'i kemi parasysh dhe duhet ne t'i llogarisim. Do të thotë, pra viti i ri i hijretit na tregon për kohën, na aludon në kohën. Pra viti është koha në fakt. Dhe kjo kohë kalon shumë shpejt. Dhe ne për këtë duhet të mbajmë përgjegjësi dhe duhet ta llogarisim veten tonë. Dhe mos ta lëm pa e llogarit, por çdo herë të jemi pra të atill që do ta vëmë në llogari veprat tona dhe çdo gjë tjetër që e kemi bërë. Për atë edhe Hazreti Omeri ka një fjalë, një thënie të tij thotë: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Llogaritni e ju vetveten para se t'ju llogarisin tjerët. Do të thotë, ti merre në llogari veten tënde para se të vijë dita kur me lekët do të marrin ty në llogari. Po kjo vlen edhe për këtë botë pra, para se tjerët ty të llogarisin vetë të marrën në pyetje apo të marrën në përgjegjësi. Qoftë në këtë botë, qoftë në botën tjetër, kjo vlen për të dy rastet. Pra edhe për veprimet njeriu në këtë botë që i bën. E mos të flasim më për atë që na pret në botën tjetër, duhet ta llogaris veten, realisht edhe në këtë botë. Mos bëje veprime të cilat pra do t'i kthejnë si bumerang atij, do të jenë në disfavor të atij, do ta komprometojnë atë për të bërë veprime të cilat janë në favor të tij. E mos të flasim më për në botën tjetër. Pra, llogaritni veten tuaj para se që llogarisin tjerët, atë ditë kur do dalim para Allahu xhelleshanu dhe do të japim llogari për veprat e bëra tona. Do të thotë viti i ri i hijretit edhe në këtë aspekt na mëson dhe është një thirrje që ne ta llogarisim veten tonë dhe të jemi njerëz të përgjegjshëm dhe asnjëherë pra mos e lëm veten tonë apo ta shfaqsojmë dhe të mendojmë se ne nuk kemi nevojë për asnjë llogaridhënie dhe se çdo gjë që bëjmë është në rregull. Jo, kjo është diçka e gabuar për shkak se ne jemi njerëz. Por çdo herë duhet ta kemi atë ndjenjën e përgjegjësisë dhe çdo herë duhet të llogarisim veten tonë dhe ashtu siç ka thënë Hazreti Omeri, përgatituni për ditën e gjykimit kur do të dilni para Allahu xhelleshanuhu
dhe nuk do të bëj dobi atëherë as familja, as malli, as fëmijët e kështu me radhë, por vetëm ai që ka bërë vepra të mira. Pra, viti i ri i hijretit në një mënyrë ka të bëje me kohën dhe na jep një këshill, na jep një instruksion të qartë, na thot neve pra se koha po kalon shpejt dhe në këtë botë ju jeni jeni të përkohshëm, nuk jeni të përhershëm. Për atë kujdes se çka bëri, kujdes mos e humni botën tjetër të përhershme për shkak të kësaj bote të kalueshme. Dhe llogaritni veten tuaj, llogaritni veprimet tuaja dhe jeni të kujdesshëm pra në atë që e bëri, sepse në ditën e gjykimit do të merreni ju në llogari. Për atë pra llogaritni veten tuaj para se tu llogarisin tjerët. Në këtë drejtim do të thotë viti i hijretit është i qartë. Në fakt edhe fundi vitit në një mënyrë aludon në bilansin, në llogarinë që ne duhet ta bëjmë pra. Pasi kaluam një vit, të ndalemi dhe të shohim ku jemi ne, çka kemi bërë ne, si kemi qenë në këtë vit. Këtë duhet ta bëjmë çdo ditë në fakt, në mbrëmje kur ulet besimtari, po edhe çdo javë me rastin e ditës së xumës. Edhe kjo duhet të jetë një vrejtje në këtë drejtim, prej xumës në xumë, po duhet ta bëjë edhe çdo ditë realisht besimtari. Por ja pra tash jemi edhe në fund të vitit të hijretit dhe viti i hijretit duhet të jetë një sinjal dhe duhet të jetë një vrejtje se ne duhet të llogarisim gjërat. Pra edhe në këtë drejtim, viti i ri i hijretit është me të vërtet pra një këshill, është një thirrës, është një komunikat që na jepet neve se duhet të ndalesh, duhet të llogarisish veten, duhet të bësh bilanc, po kjo duhet të bëj edhe ummeti krejt, muslimanët në përgjithësi, sepse realisht edhe gjendja në të cilën është ummeti islam, pra një vit të rihim, po me problemet vjetra, me gajlet vjetra, me hallet vjetra, është rezultat edhe i mos llogarisë si ummet që e kemi, si bashkësi, qoftë edhe shtetet e ndryshme, pra me shumicë muslimane që janë shumë pak në këtë drejtim ne mendojmë. Institucionet tona po ashtu duhet të jenë të kujdesshme në këtë drejtim. Të gjithë pra, duke filluar nga individi, familja, bashkësia, shoqëria e kështu me radhë, ummeti në përgjithësi duhet të llogarisë. Dhe shpesh herë ne pësojmë si rezultati asaj se nuk i llogarisëm gjërat, nuk i planifikojmë gjërat dhe pastaj na dalin prej dore ose na del rezultati i keq. Do të thotë pra, viti i ri nuk duhet të jetë thjesht një ngjarje që ka ndodhur në të kaluarën. Nuk duhet ne ta kuptojmë atë si diçka që ka kaluar, shkoi edhe përfundoi. Pra hijreti në kohën e të dërguarit të Allahut ka ndodhur edhe përfundoi tash, ne nuk kemi të bëjmë me hijret, por duhet ta kuptojmë si ndodhi dhe si realitet i cili neve na flet shumë në jetën tonë të sotme edhe për ummetin në përgjithësi. Unë me kaq do të thotë do të kisha përfunduar për këtë pjesë në lidhje me atë se si duhet ta kuptojmë vitin e ri të hijretit, edhe pse ndoshta inshallah në ndonjë ligjërat tjetër do të ndalemi në disa mesazhe dhe urtësi nga vetë ngjarja e hijretit të dërguarit të Allahut, detajet që kanë ndodhur në të dhe mësimet që mund t'i marrim ne në jetën tonë si ummet, por tash për fillim pra në lidhje me vitin e ri të hijretit dhe si duhet ta kuptojmë, unë do të kisha përfunduar me kaq, duke u lënë mundësinë tash edhe juva që në studio, pra nëse eventualisht keni ndonjë pyetje apo ndonjë sqarim apo diçka tjetër, eventualisht një bashkëbisedim, pra që mund ta bëjmë në lidhje me këtë çështje mjaft të rëndësishme për ummetin islam. Allah ju shpëbleft, o të nderuar, pra shikoj të ndëruar prej këtij momenti mund të inkuadroni me pyetjet juaja, disa vetë po thoj se na kanë ardhur dhe do t'i marrim pyetjet me shkrim. Mirë po, para se të fillojmë me pyetjet do t'ju informoj edhe një herë, ashtu siç që thash për në fillim të emisionit, mund të inkuadroni drejt për drejt nëpërmjet numrit të telefonit +44 753 878 766, ashtu siç po shihni në ekranet tuaja.
por gjithashtu mund na shkruani edhe nëpërmjet Facebookit tim personal Shpëtim Sjarina, gjithashtu edhe në kanalet e YouTube-s, nëpër 2 kanale ku po na ndiqni, përmes kanalit tim personal në emrin tim në Shpëtim Sjarina dhe gjithashtu në emër të kanalit tjetër në emrin të emisionit Kandili i Diturisë, mund të na shkruani. Pra, do të fillojmë o qëndruar me disa pyetje, por gjithashtu e kem parasysh se jemi pak ngusht me kohën, mundësisht pra thjesht do të sa më shkurt do të pyetje që të kemi mundësi të marrim sa më shumë pyetje brenda këtyre minutave që na kanë mbetur. Cili është mesazhi kryesor që duhet të marrin muslimanët nga hijreti i pejgamberit alayhis salatu wassalam sot? Po, sot mesazhi kryesor është nevoja e jonë që çdo herë ta rishikojmë vetveten dhe çdo herë të jemi në gjendje të transferohemi nga një pikë në pikën tjetër në kuptim pozitiv të ngritjes tonë personale, po edhe të bashkësisë tonë. Pyetja tjetër është pse hijreti u zgjodh si piknisje kalendarit islam dhe jo lindja apo vdekja e pejgamberit alayhis salam? Po këtë në fillim e besoj se e përmendëm, po nuk ka problem të me thënë ta përsërisim përsëri. Është si pyetja në ka ardhur, kështu që duhet ta... Lindja edhe vdekja kanë bëjnë me pejgamberin alayhis salam. Nuk kanë bëjnë me periudha në shoqërinë islame. Ndërkaq hijreti është ndodhi e cila nuk e përfshiu vetëm pejgamberin alayhis salam, e përfshiu shoqërinë në përgjithësi. Do të thotë se hijreti në fakt përcakton ndarjen e historisë islame në 2 pjesë. Atë para hijretit dhe pas hijretit, dhe përfshin gjithë komunitetin. Për atë edhe u zgjodh kjo ngjarje që të gjithë t'i përfshi. Ndërkaq nëse merresh te lindja e pejgamberit islam është megjithatë lindja e një personi, po pejgamberit por lindja e tij ose vdekja. Por hijreti e përfshin edhe atë, po i përfshin edhe muslimanët. Dhe historia, në përgjithësi historia islame është e ndarë realisht në 2 pjesë, para hijretit dhe pas hijretit. Edhe shpallja e Kuranit thuhet pra Mekase dhe Medinase. Për këto aspekte u zgjodh hijreti të dërguarit të Allahut. Po, pyetja tjetër është çfarë na mëson hijreti për raportin mes mbështetjes tek Allahu dhe marrjes së shkaqeve materiale? Po, për muslimanin kërkohen të dija. Normalisht, muslimani fillimisht duhet ta ketë mbështetje në Allahu xhaleshanu, por mbështetja në Allahun xhaleshanu nuk nënkupton mos marrjen parasysh të shkaqeve dhe të ndërmarrjes masave të duhura. I dërguari i Allahut ishte ai i cili më së miri e njihte këtë çështje. Ai ishte ai që më së tepër mbështetej në Allahun xhaleshanu. Megjithatë, ai çdo herë merrte parasysh edhe shkaqet. Si për shembull, kur shkoi në hijret, ai pra nuk doli në atë kohë kur njerëzit ishin në për rrugë dhe i ndiqnin tjerët çka bëjnë. Por ai pra doli në një kohë kur tek arabët nuk ishte zakonshme të rinë në për rrugë për shkak të nxehtësisë dhe e zgjodhi atë kohë që mos të vërehet nga njerëzit tjerë aty që janë në Mekë. Si për shembull pra si një argument se edhe ai i ka marrë parasysh shkaqet, por kjo nuk do të thotë se nuk ka pas mbështetje në Allahun xhaleshanu. Mbështetja në Allahun xhaleshanu dhe marrja parasysh e shkaqeve nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, por e plotësojnë njëra tjetrën në fakt dhe janë të lidhura me njëra tjetrën. Pyetja e radhës është pak që me të vërtet kërkon pak një mendim më të thellë. Cilat janë Mekat dhe Medinat e njeriut modern në kuptimin shpirtëror? Po, shikoni, kjo normalisht e kërkon një elaborim shumë të madh. Në kuptimin shpirtëror, Mekka e sotme është gjendja e muslimanëve në përgjithësi, mund të themi, jo vetëm atyre muslimanëve të cilët jetojnë në Perëndim, por në përgjithësi gjendja e muslimanëve të sotëm na aludon në periudhën në Mekë kur pejgamberi i Allahut pra ishte ende në fillim të formimit të bashkësisë muslimane. Realisht periudha e Mekës nënkupton periudhën e formimit, periudhën e sqarimit, periudhën e ndërtimit,
periudhën e zbardhjes së gjërave, ndriçimit të gjërave, periudhën e lojalitetit, formimit të besnikërisë së njerëzve të besueshëm, të cilët janë të gatshëm të bajnë mbi vete pra një emanet të madh. Dhe kjo realisht sot ende është prezente. Nuk mund të themi se ne totalisht krejt pra kemi kaluar nga një periudhë në periudhën tjetër. Po, Bashkia Muslimane ka kaluar disa faza. Megjithatë, simbolikisht mund të themi se ende kemi prezente gjëra nga periudha e Mekës në të cilën ka qenë i dërguari i Allahut. Ndërkaq, në kuptim të asaj, Medinet tona janë tentimet, veçanërisht të lëvizjeve islame, për të ngritur umetin, për të shkuar me umetin në hapa apo në faza pak më të larta edhe të thirrjes islame. Do të thotë, kemi fillimin e thirrjes islame kur duhet të ruhen parimet kryesore që nuk kanë të bëjnë me aspektin praktik apo juridik, por vetëm me aspektin e besimit, dhe kemi pastaj në Medinë edhe çështjen e aspektit juridik. Dhe sot mund të themi se umeti islam realisht ka arritur edhe në këtë drejtim të bëj hapa, si për shembull, ja sot flitet për banka islame, që mund të themi se e simbolizon periudhën e Medines. Ashtu pra, flitet për banka islame, flitet për universitete islame, flitet për shumë gjëra, organizatat humanitare islame, shumë me radhë. Pra flitet për disa faza të avancuara në këtë fushë. Dhe pyetja e radhës, po thuaj se do të jetë fundit për shkak të kohës, si mund të ndërtohet shoqëria islame sot duke u frymëzuar nga lidhja mes muhaxhirëve dhe ensarëve? Po fal Zotit, si shqiptar ne këtë e kemi vërtetuar. Në rastin e luftës së Kosovës, do të thotë, kur u dëbuan do të thotë me dhunë nga trojet e tyre, vëllezërit tanë shqiptar nga Kosova, do të thotë shqiptarët tjerë, Shqipërisë, Maqedonisë, viseve tjera, do të thotë i pranuan në shtëpitë e tyre, dhe kjo na kujton njëjtë rastin si muhaxhirët kur u pranuan nga ana e ensarëve në Medinë. Do të thotë muslimanët këtë e kanë vërtetuar me vepra realisht edhe në këtë kohë. Po ashtu edhe në vise tjera ka pas raste. Mos të flasim më për kur ndodhin fatkeqësi të ndryshme si tërmete kështu me radhë, që po ashtu muslimanët i hapin dyert e tyre për vëllezërit e tyre, edhe pse nuk i lidh gjaku, po i lidh besimi. Në këtë drejtim, ne si besimtar, pra duhet shumë të thirremi në çështjen e hijretit për të qenë sa më afër realisht njëri tjetrit. Mirë, atëherë o gjendëror, për shkak të kohës që e keni kohën e limituar, për shkak se tash është koha e namazit tek ju atje, po thuaj se kam mbetur edhe pak 10 minuta, atëherë një mesazh për fund lidhur me temën dhe do ta mbyllim këtë inshallah tani. Ashtu pra, hijreti i të dërguarit të Allahut, i cili është marrë bazë për numrimin e viteve në Islam, e që e ka bërë kalifi i dytë, Hazreti Omeri, diku 17 vjet pas hijretit të pejgamberit alayhis salam, duhet të kuptohet si një mundësi për korrigjimin e vetes tonë, rishikimin e vetes tonë, të kuptohet si një mundësi për llogaritjen e vetes tonë, të ndalemi dhe të shohim se ku jemi ne, sa kemi bërë dhe çka kemi bërë. Në fakt pra, hijreti i vërtet është largimi nga e keqja. Ne ashtu siç na ka treguar edhe vetë i dërguari i Allahut, ne do të jemi muhaxhir atëherë kur do të largohemi nga e keqja dhe do ta marrim të mirën. Vetëm në atë rast Allahu xhallashanu inshallah do të na konsideroj pra muhaxhir apo të shpërngulur të vërtet. Ta kuptojmë hijretin në këtë dioptri, në dioptrinë e përmirësimit, korrigjimit dhe rishikimit të veprave tona.